Ndonë se në vazhdimësi është ende raportuar se marrëdhëniet Kosovë-SBA janë dobësuar, apo thonë më mirë se nuk janë më të njëjtat, kjo gjë nuk është plotësisht ashtu. SBA vazhdimisht ka mbështetur Kosovën dhe aspiratat e saj, veçanërisht në aspektin e sigurisë. Kjo u dëshmua dhe së fundmi, kur Forca e Sigurisë e Kosovës dhe Departamenti Amerikan i Mbrojtjes nënshkruan marrëveshjen për ndërveprueshmëri dhe siguri në komunikim, një dokument kyç që mundëson shkëmbim të sigurt të informacionit dhe rritjen e ndërveprueshmërisë mes dy forcave. Marrëveshja u firmos në Prishtinë nga komandanti i FSK-s, Bashkim Jashari dhe General-Major John Phillips, drejtori i komunikimit dhe kibernetikës në Komandën Evropiane të SBA-s. Ambasada amerikane në Prishtinë e cilësoi këtë marrëveshje si një hap të madh përpara në forcimin e bashkëpunimit dypalosh. Kosova bëhet partneriteti 33 global, që nënshkruan CISMOA, duke rritur sigurinë e komunikimeve dhe ndërveprueshmërinë, një hap i madh përpara në forcimin dhe sigurimin e të dyjave kombeve tona, thuhet në deklaratën e ambasadës së SBA-s. Nga ana e saj, Ministria e Mbrojtjes së Kosovës tha se marrëveshja është me rëndësi të veçantë, sepse mundëson përdorimin e teknologjisë së avancuar të mbrojtjes dhe shkëmbimin e të dhënave të sigurta. Mirëposte, çka do të thotë kjo marrëveshje për Kosovën dhe sigurinë e saj, folën njohësit dhe çështjeve të sigurisë. Si fillim, eksperti i sigurisë, Drizan Shala, këtë marrëveshje cilësoi si një hap të jashtëzakonshëm strategjik për Kosovën. Madje ai tha se ky është një sinjal i thedhimit të raporteve SBA-Kosovë. Nënshkrimi i marrëveshjes CISMOA ndërmjet forcave të sigurisë së Kosovës dhe Departamentit Amerikan të Mbrojtjes është një hap i sigurisë, një hap strategjik i jashtëzakonshëm për Kosovën. Kjo marrëveshje mundëson FSK-s të pajisjet me teknologji të avancuar të komunikimit dhe të sigurisë kibernetike, duke rritur ndërveprueshmërinë me forcat amerikane dhe NATO-n. Ky është një sinjal i fuqishëm i thedhimit të partneritetit me SBA-n dhe një garanci e qartë për përkushtimin amerikan ndaj stabilitetit të Kosovës. CISMOA forcon mbrojtjen kombëtare, rrit kapacitetet operacionale të FSK-s dhe i hap rrugë integrimit të mëtejshëm në strukturat euroatlantike, ka nënvizuar ai. Pa ashtu, Shala këtë e cilëson më shumë se një marrëveshje teknike, që po tregon se SBA po angazhohet seriozisht për sigurinë e shtetit tonë. Pra nënshkrimi i CISMOA-s është më shumë se sa një marrëveshje teknike, është një deklarim politik dhe ushtarak se Kosova po kalon në fazën e mbijetesës drejt konsolidimit si aktor sovran i sigurisë rajonale në nëmbredhjen e SBA-ve. Ndërsa eksperti tjetër i sigurisë Arben Dasheveci potencoi se kjo konfirmon bashkëpunimin e ushtrisë së Kosovës me forcat e SBA-s. Sipas tij, FSK po i kompleton në kohë rekord kapacitetet e saj operacionale dhe nuk ka mbetur shumë kohë deri në plotësimin e nevojave të kapaciteteve përkatëse. Republika e Kosovës si shtet dhe Forca e Sigurisë së Kosovës kanë bashkëpunim shumë të mirë me Departamentin Amerikan të Mbrojtjes dhe e kanë pasur gjithmonë sa i përket oficerëve, janë të shkolluar dhe avancuar gjithandej në SBA dhe kjo dëshmon bashkëpunimin e përjetshëm që kemi me SBA-n.